Mirëmbrëma, mirë se takohemi, kënaqësi jemi edhe sonte bashkë, do i kthehemi pak politikës bashkë me Erza Braushin sonte, do diskutojmë se çka pritet, çka spritet, çka u zhgënjym prapë, më duket Erza, po ki qefti me shku në zgjedhje se dhe njeri zhvillimeve. Kom qef kështu me pas zhvillime, kështu me qëndru kaq të heshtur lirik, duke më zditë se çka po bëhet, nuk e më pëlqen. Pakten me pas disa zhvillime, disa deklarata, pak drama, pak kështu është e bukur. Po verë është verë, po shteti nuk duhet të pushej lirik. Ne kemi nevojë për krijimin e institucioneve, kemi nevojë që shumë proceset i shojnë për para, njaftueshëm kanë pushu besoj deputet, duhet me ju rikthy punës. Por marrë parasysh krejt këto zhvillime, ne sot kemi vendosur të flasim se apo i beson me kush politikës / politikanëve, sepse kemi dëgju shumë herë që janë dhënë shumë premtime, se në realizu ato premtime, me pas shku në zgjedhje për shkak të pozitës presidentit, tash po shohim që kemi kalu në një lloj heshtje, nuk dihet çka bëhet tash kush guxon me na thon prapë që kena më shku në zgjedhje. Po tutën tash se po reflekton në numra, në fund. Kështu që sot do të diskutojmë me mysafirët në studio se çka do të ndodhë tutja, jemi zhgënjy komplet si shoqëri prej politikanëve. Padyshim do të diskutojmë këtu në studio, para se diskutojmë po i falenderojmë miqtanë të emisionit, më pas do të prezantojmë edhe panelin që e kemi përbërë edhe nga fushat historisë, edhe nga politika, sporti, psikologjia, besaj. Po se kjo ka të bëjë edhe me anën psikologjike, se jemi lodhë mu. Po më duket që gjithë shka po ka të bëjë me anën psikologjike. Edhe Bardha veç është psikologi, u lodhë dhe Bardha. Falendrojmë sponsorët e këtij emisioni, falendrojmë Ertiketën, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermania, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofron lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. E ju biletën mundeni me rezervu në ertiketa.com. Gjithashtu falenderojmë Spitalin Fatimi Intelligent të Rrugës për në Çagllavic, si dëshmuar ndër vite në ofrimin e shumë shërbimeve mjekësore, siç është ginekologjia, pediatria, kirurgjia, shumë çka tjetër. Por akoma një fokus më të veçantë ka në trajtimin e infertilitetit, i vetmi spital që sjell shërbimin e andrologjisë që trajton infertilitetin tek burrat. Klinika Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare specializuar sidomos në mbjelljen e flokut, por edhe për trajtimet e tjera estetike. Klinika Trandevu shpallur klinika më e mirë në Evropë për shërbimet që ofron. Për me i pa këto shërbime, mund të klikoni në rrjetet sociale të klinikës Trandevu, ku aty keni edhe më shumë informacione. Gjithashtu falenderojmë dhe Spitalin Italian të Syrit, që është koncepti më i avancuar i klinikës oftalmologjike në vend, duke i bashku gjitha standardet sjell në vendin tonë, bashkë me një ekip të specializuar të profesionistëve që vinë nga Italia, nga vendet të ndryshme të botës, por të mos harrojmë edhe profesionistët që janë shëndetësor në vendin tonë. E me neve, sonte në studio është Mzeni Selmani, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi të kemi pjesë panelit. Faleminderit për ftesën. Berat janë një Veliu, mirë se erdhe, shumë problem për kom e mbi emrin tënë. Mirë se ju gjeta. Tash e mas veç në emër kam të thirë. Duhet me të kujtu fillimisht Janjeva, edhe lidhë më pas. Mirë se erdhe, kënaqësi. Faleminderit. Bardha Gërdopci, mirë se erdhe. Mirë se qej, faleminderit. Përsa në anën tonë të djathtë e kemi Zoja Loha Ikoniuca, mirë se vjen, kënaqësi. Gjithashtu mirë se ju gjej. Avdi Gjata, kënaqësi, mirë se vjen. Mirë se ju gjej. Prof, këdu me anis me ty se e kumpa një ditë një status, për nuk e disha, është status që ka ironi, apo me të vërtet e ke shpall kandidaturën për president? A veç ta hajta provoj e dhonje, se krejt tjertë? Me që kemi me të qështo. Po e tash, unë realisht, nëse du me qeni sinqert me vetë vetën, po në këtë rast edhe me qytetarët edhe me juve, nuk jem shumë interesu mu avancu në politikë fare. Mirë po, jem një qytetari i rëndëm si gjithë qytetarët tjerë, që nuk mëj me hesht, edhe nuk mëj me dëru dhe mi ka përsy gjërat, apo me akuzët e tjerët, për pa e angazhua vetë vetën, për me marrë detyra dhe obligime. Pra, seriosisht e pas ke pas statusin? Mendohet që është ironike, ka diçka një farloj ironia të, po me gjithat,
për i thëmë këto para qytetarëve dhe para mjetit të informimit, edhe para televizionit jo, nëse të gjitha partit politike të cilat i kanë marrë votat, janë të interesuar të zgjidhin problemin e presidentit për me i formuar institucionet e Kosovës, normal që këtu për thëmë që jam i gatshëm të pranoj detyrat e presidentit, dhe me një fjallë mund të them sinqerisht që nëse unë dhe t'jem president, çdo gjë që i përket presidentës ka me funksionu ashtu që duhet. A mendon zotëri Gjata që je personi më konsensual që mundesh me i bashku ose me kriju unitet brenda subjekteve politike, me që kjo dhe po kërkohet për postin e presidentit? Por, je që mu i bashku. Por ata, të gjithë deputetët, të gjithë partit politike, më njohin shumë mirë, edhe i njohin shumë mirë. Është e pa mundshme që nuk e din ata që mundën me e stabilizu skenën politike. Për faktin asaj se skena politike nuk është e çrregulluar nga qytetarët, apo qytetarët i kanë kryer detyrat dhe obligimet e tyre. Po ajo është tek liderët e partive politike. Patyshëm. Prandaj, vendosja një personi si unë ose në ngjajshëm, që unë njoh dhe qytetarët të tjerë, edhe veprimtarët të tjerë, në krye të presidencës, çdo gjë pastaj do të fillon të shkoj ashtu siç duhet. Mirë. Erz, pate pyetje se më duket më herët Deshta me pytë zotrin Gjata, se shumë herë, për shembull, gjatë kohës kur Vjosa Osmani ka qenë presidente e vendit, është komentuar si presidentja më e mirë që ka pas Kosova, madje ka dhe politikanë që kanë dhënë deklaratat e tilla. Deshta me pytë profën, a duhet nivelit të Vjosa Osmanit? Unë më imë të përgjeshtë që asnjë president i vetëm Kosovë, pas në Ballkan, as në një shtet, as në vendet e Afrikës atje dhe në vendet e lindjes, nuk ka qenë edhe nuk ka pas presidente në kuptimin e saj që i ka ngatruar gjërat për interesin e saj politik, edhe ka qenë shërptore e qeverisë. Nuk është Vjosa Osmani, presidente e cila nuk i ka ditë gjërat, po ka leju që 25 herë më shumë u shkel kushtetuta. Presidenti nuk ka kush farë detyre tjera, pos ta mbron kushtetutën. Kur kryeministri ose fuqia një kryeministri që krijon duke i shantazhuar deputetet apo opozitën ose partitë tjera, i merr gjërat krejtësisht në dorën e saj vetmja jetë presidenta ajo që e mbron ligjit, e mbron shtetin edhe e mbron demokracinë. Këtu nuk kemi kurçfarë problemi tjetër, këtu nuk kemi kurçfarë gjë që sekrete ose diçka. U i shoh, edhe që të përdu me thonë, u i shoh që njerëzit u mundohen me paraqit Vjosa Osmanin si një presidente shkath e aftë, edhe aty në sobe, po shumë e shkath, shumë e aftë, po çdo gjë ka punu që ai ka thonë shefi. E presidentja nuk është me punu që ka i thetë shefi, po presidentja... Dhe shefi po konsideron zotri Kurti, apo? Po këtu nuk pajtohet soja më pas. Normal që Albin Kurti, se këtu tash momentalisht kemi vetëm Albin Kurti. Normal që s'pajtohet soja. Ta shpëndojmë pak debatin. Zonja Mezeni, pse sot qytetarët kanë fillu edhe me thonë që krejt njësoj. Ka nis një lloj zhgënjimi tek qytetarët që sipas tyre kanë rënë përfundim që kushdo që vjen të parë e vendit, shtetit, krejt në fundit po dalin tjenë të njëjtë. Donë se dikur kanë premtuar gjëra tjera që nuk i kanë pasur kundër kandidatët ose tjertë. Kur e shohëm situatën që po na përsëritet të dy pas zgjedhjet dhe tash jemi shumë shpejt në prag të zgjedhjeve të treta nacionale dhe duke po që interesi individual i secilit politikan dhe secilës parti politike është më i madh se sa interesi i Kosovës, atëherë në zgjedhje na tregun qytetarët që ata dinë edhe me të bojkotu. Edhe e bojkotun komplet procesin zgjedhor, që ishte një pjesëmarrje shumë e vogël e qytetarëve në zgjedhjet nacionale.
mos mbajtja e premtimeve, mos luftimi i korrupsionit, nepotizmit, mos zhvillimi ekonomik i vendit. Qytetarët nuk janë ka shohen diçka që muj me besu. Mua që me thonë, unë po dalë, po veproj, po punoj, edhe po du që ky subjekt ose ky lider ose ky individ mundet diçka me ndryshu për Kosovën. Ardhja e partisë në pushtet vetëvendosjes, tu se 3 pas zgjedhjet fitume, këta theshin dojna me provu. Kjo proba që ju bën ndaj tyne, ju dul shumë më adhimshme se sa ndoshta ata tjerë që kanë udhëheq në një periudhë tjetër, t'jep me tregu që qytetarët në një janë të acarum në mes grupeve politike që s'ka ndodhë. Ma përpara nuk ka ndodhë kjo. Qytetarët t'jenë thymën një për një subjektit politik brenda familjes, një për subjektit politik brenda familjes, dhe me thonë që vetëvendosja e ka pru popullin edhe në bost një krize morale mes familjeve, mes shoqërisë, mes rrethit ku jetojnë. A është kjo edhe, se shumë shpesh është thonë kjo që edhe brenda familjeve ka shkaktu përçarje. A mundet politika marri deri në atë pikë, zonja Mzene, që edhe brenda familjes me përça? Ka rrit. Se bindjet politike janë bindje politike. Vjen shumë që ka rrit se e ka acaru situatën shumë. Unë vipje subjektit politik. Zotri janë fjallë edhe zonë janë fjallë edhe ata zotrit atje mund t'i vinë për si cili do subjekt politik. Për mu është esencialit bisedojmë qka muj me ndryshu për Kosovën. Cilat janë idete mija, cilat janë idete soj, cilat janë idete këti për me ndryshu qasja e shtetit tonë, për mu forcu shtetit tonë, që tjetë një shtet që mos tjetë i blokum nga SBA-ja, nga miku jonë më i rëndësishëm, mos t'i ndohet Serbisë si sot që ju ndoni shumë maramense në Washington, dhe na jemi vendi më i varfër brenda Evropës juglindore me një inflacion 6.7, edhe na s'përfitojmë kur gjo, mesëm të marë, a i duhet një subjekti politik mi post edhe deputeta si duhet. Atëherë duhet me ndru kushtetuta, duhet me ndru ligjet, me bo shtet që kemi një mbret, nuk i kemi shtet parlamentar. Kam veç edhe një pyetje. Po e flasim hipotetikisht, mundemi me shku prap në zgjedhje nëse gjithmonë subjektet politike nuk gjejnë një dakordim për postet shtetërore. Çka do të thotë kjo për qytetarët? Ku mund të shkojë kjo mërzitja e tyre? Qytetarët na tregun edhe në zgjedhje, këto zgjedhje paraprake që ata e bojkotuan procesin zgjedhor, nuk dolen. Na i patëm parafërsisht 20%, me thonë në total, se tash nuk muna me folë eksakt me shifra se muna me gabu. Ajo të regoj që janë thujmë ata, nuk dojnë ata zgjedhje ditë për ditë, nuk dojnë çdo 3 muaj zgjedhje. Te adin çka thojnë qytetarët e lirë kur del me pini kafe me ta, a prapën zgjedhja, pse as po mundet hiç kur qysh me marrë edhe naj subjekt politik, 2 subjekte politike për me funksionalizu shtetin, është më i rëndësishëm shteti se individ brenda skemës politike. Kjo do t'jetë një kostë shumë e lartë për buxhetin e Kosovës, kostë shumë e madhe që s'do të mujë me përfitu asë nga Komisioni Evropian, asë nga BE-ja, asë nga SBA-ja, se dialogu strategjik është ndërprer me Kosovën. Kemi çështjen e projektit gazit, me të cilën është kaluar një lojë shumë e rrezikshme, nuk e dijen, nuk e di ujt kujna po i dërgën kjo qeveri. Do të kemi mundësi po besoj që edhe të zgjerojmë, ose më mirë të flasim për gabimet që munden me u konsideru një farë forme erës. Më tutje, po marrim njerë mendimet e para, kush po mërzitet. Zoja, po bëhen qytetarët indiferent ndaj politikës, duke i pa krejt këto zhvillime që s'po mujnë me i ranë fije, edhe kanë vendosë që veç mos më u marrë mo. Po, zgjedhjet e fundit veç na tregun se qytetarët janë lodhë nga pasgjidhja e problemeve, edhe duke kalu vetëm në zgjedhje të një pasnjëshme, vetë ish kryeministri dhe kryeministri Ardje ka deklaru se do të kemi zgjedhje pas zgjedhje, dhe me thonë ka kriju një konfuzitet në popullat dhe një paknatësi, se ajo është paknatshme në zgjedhje kaq të shpesha. Ndërsa kjo pjesa deshta më ndërlidh me panelistët, ku
tanë që ka kriju përqarje në familje, gjithsesi që ka kriju përqarje, sidomos subjekti më i madh deri tash politik, dhe me thonë ka kriju një acarjem të madh. Unë kisha dash që në mes familjeve të ketë demokraci, çka do të thotë se të jenë të lirë se cili antar i familjes ta pëlqej një parti ndryshme nga tjetri, dhe nuk është demokraci kur më i madh i familjes vendos për të gjithë se kanë ta votojnë. Unë jam kundër asaj, ajo nuk është demokraci. Na vetë unë në familjen time kemi parti të ndryshme, simpati në parti të ndryshme dhe kam kundër kandidate për deputete, se kam qenë edhe vetë kandidate për deputete, edhe kam kandidat në familje në tjetër parti, shka jemi në raport familjar shumë në rregull. A keni bërë debat në jarë për programet politike? Jemi kom nejtë me ta, edhe i nakënoq, dhe me të Flasim me emra, ju keni kandidu në LDK familjare? Familjarja ime kandiduar në PDK. Dërsa na dje kemi nejtë bashkë, se jemi familje dhe jemi knoq, se gjithmonë jemi knoq bashkë. Ne kam vetë vendosja ki zoj se që atë po... Kemi simpatizus, po jo kandidat. Po. Dhe kemi nejtë bashkë dhe kemi kalu të përmirë se na jemi familje, qysh më na ndo partit politike. Kjo nuk është logjike, familjarët më prish me zveti për parti politike. Për mua, në është familja në rend parë. Edhe respekti familjarë në vend parë. Po është demokraci, me vendos se cili për vetën e jo maj madhi familjes ma plako, me vendos për krejt, për grue, për vajza, djem, Po mendoj që sot nuk është ma ashtu, Zoj. Për kanë me vendos. Nuk mendoj që sot në familjet kosovare dikush e merë vendimin që qysh me votu krejt familja. Dhe që kjo është ajo që po thojnë ka kriju përqarje, më prish familjarët dhe së është logjike për mu. Për politik më prish, hec... Së në funditës vota është dhe fshat, mund është mos me diskutu erës me kërkan, bindjen tonde me vendos në kutit votimit dhe kaq. Jo, Lorik, po pse më duhet më friksu? Normal që kem drejt me majtë privat, se është e fshat, po pse duhet më friksu për një familjarit tjetër me tregu që e simpatizoj partin për shambull LDK-n. Rëj që të pësjerë shumë të raste që për i përmend. Kush po fshe ma shumë tash, ata që simpatizojnë vetëvendosjen, nuk po flasin që simpatizojnë vetëvendosjen, apo ata LDK, apo DK, AOK, qysh? Ka që një thonje, burë jam shumë herë e përdor, thëtë me kanë porin kafe, e krejt pëtojnë, unë e jo, kërë po delë. Ka përpërtare rezultatët 50%. Krejt pëtojnë, unë e jo. Do është më mërgjina unë që mundem, mire ka zoja që po të vetë, se faktikisht ka shumë familje që vendos krye familjarit për që parti dojna me votu dhe krejt që ashtu. Nuk ka ndryshuhe. Qashtu është, qysh për thëtë, tjetë dhe ka ndryshu, jo, nuk ka ndryshu. Nashta për njësta për vetës. Kemi raste shumë kena ndëgju, një krye familjar, vendosin për krejt, edhe nuk e këshirën për shembull e ki qitë plan program për para, kur kena votu, kena këshirë plan programin, qka bën të për sport, qka bën të për ekonomi, qka bën të për këtë qëtet, po tash zdi që apo do të që tina dhe krejt dy qysh zdi. Me që e more fjallin, qysh është shetë gjithë këta? Nuk je shumë afër ndoshta politikës, po je qytetar që në fund ditës edhe ty mundën me të mbetë ndoshta shumë projekte që pratë prej shtetit që me u kryu fushën sportive. Unë e bash, për që ato po du edhe mundur lidh, unë e peshoh shumë një gabim të madhë politikanëve to. Tash është koha mu bashku ata, me bo një zgjidhe që është ta dhe zoja, mu më ledh me caktu një president, me votu me e shteti unë për para. Kena të hup në miliarda prej bashkimit Evropian. Kena prej shtetit miku tonë ma ta ofert Amerikës, kena prap umbje që ata veshën të u largu prej neve, që është edhe kjo, është afru sot me Serbin, me armikun tonë për jetë shumë. Ju ka dhonë fonde, pse na me hup mikun ma të mirë që kena pasë në Amerikën, më qëtas mu i me shtjelu as vetë. është një drejt që madhë që në të ishim për para na ka i këtu, s'po mujna me shte i luë. Shumë është interesant. Zakonisht, kur po shkotën zgjedhje edhe qytetari po i nevojitet në fakt me ditë, ndoshta kush është fajtori. Sipas teje, Berat, kush ka faj më shumë në skenën politike për mos këtë koordinim, mos një unitet që s'pikemi? Fajnë kryesore kanë, do më thonë, deputet këta i kanë fajt kryesore, partit politike i kanë fajt. Se nuk boj një natë nër me veti.
unë do të me bo qëtone këto ta shpeshome që ka është të ndodhë 3 parë zgjedhje, dojnë më bo për me një herë, kjo është diçka jashtë normale, s'di dikun që ka ndodhë që kjo 3 parë zgjedhje, çdo 6 muaj, çdo 3 muaj, s'di që që bjenë mo, edhe njerëzit kanë fillu më lodhë prej zgjedhjeve. Edhe që po ajrën e fundit që e bojkotu njerëzit me të madhe, do më thonën, s'po di që me thonë, shumë interesant është. S'pumi na mja gjithë shtjellimin. I generes. Unë s'po di, valojmë bashkë s'po di, jam të menu, se politika tash na kohëna sportive po folëm, kena bisedu dhe herën e fundit kër kom qenë në debat, lojnat mesdhetare po vinë bre njerëzit, ape menojnë bre këta, që s'kena ku me lujtën, a din sa ka lobu shteti kratë, për mund të marrë shtë lojra mesdhetare, diçka jashtë normalës, fati jonë që e kena marrë. Po lene bre këtë politikën, hajde ullëm krejt bashkë, e bojna shtetin, qeverin, prezident, i gra punë. Po nëzëm që kemi kode 2030. Valon një ti po du që ashtu po 2026 pa mu i shtatë, shumë shpejt po vjen. Po du me ta zbut. Po zbut ma, unë po kom se me koni mirë. Është optimist nga natyra. Unë me di që jam optimist, ku për neve që kam e na gjithë. A di sa fiton shteti jonë prej asojna, mas mori shtetësin tonë këtë bota me ta njoft. No, shumë kena fitimin a prej kësojna punës. Qëta do të me luftu me mri, me arrit qëllimin, mi bo fushat, stadiomet, keq ka na vim për çdo lojna me kallzu vetën, mase na e ka ndonë qitë shansë. Ta shohem dhe ku kemi me mbrin këtë pjesë. Erë ku marrë rolin me thirë universin, kështë për mirë. Po me manifestu, ku jemi... Dut më konë një tërës, e vërtet, plusi dhe minusi. Po ta pysim bardhën sa ndikon klima politike në optimizmin e qytetarëve. Nuk janë krejtë si likin do shtatë, që janë kaq optimist që do të bëhet mirë. Sa ndikon kjo, ku shojnë zhvillimet, presin diçka nga politikantë, shojnë se nuk po bëhet asgjë, ndërkohë janë ata qytetarë të cilët kanë vendosur me jetu këtu, edhe presin një të ardhme të mirë. Të kemë marrë parasysh që vetë si popull kemi edhe shumë probleme tjera, përpos politika është kryesorja, kuptohet. Definitivisht kjo ndikon në rrëmjen e vetbesimit të njerëzit, optimizmit, më falni, tek njerëzit, do të thonë ku faktikisht nëse një herë zgjedh një parti, hajde edhe 2 herë po shkoj kanë në qetje. Po kur vjen edhe e treta, normal që ka me tra motivi edhe nuk keme dasht. Sa do që mundohesh me u bo optimist, nuk është se mundesh me u bo. Do me thonë, mirë që diri mundet me mbajt edhe disa prej neve, edhe ne psikologët po mundohemi pak me ju paskan gjithi optimizmit, po do të më bo dhe realist në fundit, se na sa do që po bohemi optimist, dërdia jonë po nga të regon që unë po japi votën qëtash, po ndështë mas një 3 mujve kom edhe në një vot tjetër. E sa ki... Pra dërdia po nga thot mos e raj vetën. Mos e raj vetën, shumë tjesht po në real. Fundit ne do të më bo realist, edhe më mundu me majtë optimizmin, po jo definitivist është ka ndikon në po evrej edhe në biseda kuda, ndash shoqëri, ndash në anën profesionale, po shaf edhe shumë njerëz që kërkojnë në ndihmë profesionale, në lidhje me këtë çështjen jo vetëm zgjedhjeve specifike, po na ndikon në jetën e përditshme. Sa do që ne mundohemi me jetu, me vazhdu tutje tashti, po fillojna, po mendojna nëse dojna me shku në institucion me boni diçka, ende nuk është kriju një qeveri, ende i ke peng gjanat, nëse don me hap një biznes, nëse don diçka, thot jo prite se hala që ky ministër, qaj ministër, edhe me të vërtet po të stangon në shumë pjesë të jetës. Edhe deshte po ta ull optimizmin. A e vren Barti këtë përqarje që po përmendet edhe këtu në studio? Tek familjarët? Po. Definitivisht po, fatkeqësisht, edhe pse qyteku dhe zonja nuk kisha uru mës me qena, se fundit ne jemi familjari, jemi shoqëri edhe se cili kemi të drejten e votës për këndo që dojna, po fundit ajo dashuria familjare dhe shoqërore nuk duhet me undiku prej politikës. Për kundra zi duhet pak me i te kalu dhe me i zbut këto, po fatkeqësisht do më thonë që shumë jenë ljollë qytetarët sa mo po kapën me zveti me familje. Nështë nuk është me fajsu spesifikisht një parti, sepse në këtë rast me të vërtet nuk po djetë asë kush cila parti ma po ka faj. Dikush po i fiton vota, tash nuk po mundën më marrëvesh. Nëse nuk po mundën më marrëvesh, kush po ndikohet këto? Na si popull. Edhe prap na si popull po detyrohemi me dalë me votu. Po kanë me votu. Kanë kena me votu. Qytatë njëjtit po dalin në zgjedhje. Edhe masa ne po ndikon që kjo, jo pse mjadon. S'po dallojnë shumë rezultatet, mande jo pse ajo pektina prap e ke dhënë njëjtën botë, prap s'po ndryshon kur gjë, ndoshta me ndryshutin, ndryshon diçka. Edhe për çata lindin edhe debatet ndoshta mes familjes pa dashje, po lindin prap debate edhe po krijohet një fal lloj përçarje. Me tjera fjalë, deshte sado që po mundohem me u bë optimist, realiteti
po na fshin pak këtë optimizmin, po prap, unë mendoj që na si qytetar po mundoni me bo më të mirën, po mojna pak më të mirën, po Urojmë, po. Ka me kalu mirë. Një fjallë kisha shtu, se Po. me panelistën, kolegën, po të qëtat njëjtët jo, ka dhe ftyra të reja në politikë, ka pas, që une, jo më ka ftyre re, por është një farë bindje të populatat e ftyrat e reja, e kanë shumë shtirë me i pranu. Po, të shta bazuar në shumë të leadershipit. Po, e kanë shtirë shumë me i pranu ftyrat e reja politike, edhe, si me thonë, gjitën me një individ caktum, 2-3 individ caktum partive, edhe për një me nuk e interesan as programi, as kur gjo, edhe tashti nuk është mirë me gjithmonë fytyrat e njëta për 20 vjetë, e tash një gjenatë të sërej, mos më ardhërani heq, e më ardhërani veç ata që kanë qenë që disa... Pe gjyshit më ardhërani nipit e mos më ardhërani në pomenaj si breza e kam fjallit. Për me hy dhe në politik, deputet po dohet ko gjani kosta e madhe pareve. Që ashtu më duhet reklama, sene, du me thonë, mordë në kitë, jënë sene atë najtë, pikan në senet, pikan në pohret edhe po bojnë reklama ma shumë edhe po më rrinë. Fakt që po dhuti s'po mujnë të rritë me më rri, se po dhuti me bojnë shumë një kostat madhe. Se kisha thonën ku më ditë sa të madhe, se më nëshë edhe me rjetët sociale, me bo një sponsor që do në prap punë, do në angazhem. 20 euro kushton për vete, unë s'kum pas nevoj me bo investime, se benzine ashtu kështu. Për shta nuk je deputete, se me 20 euro zonë është me bo. Unë vetë kom zhjetë. Unë po kostot madhe. Mës me mëri mu bo deputete me pare. Më dosh me mëri mu bo deputete... Kur kërës më të vetë, njerëzit po bohën. Kur kërës më të vetë. Ti me 20 euro së më bo deputete, a rotë punë. Do të me argju shumë pare me mujtë, me pa njerëz me bo reklama. Sot kështon një reklam, ti vishë mas pare logarite. Po e di, ama... Po e pedin pra më së 20 euro së më bo deputete. Me rejtë sociali së mundesh, a roto. Po është e vërtet që ajo, po në tash të zgjedhja, kjo ka qenë në zgjedhja ime. Kështu ka vendosë Zgjedhja ime ka qenë kjo që nesër kur bohem deputete, mos të di veten aty që kom marrë me të bleme, dhe me thonë me për shkak financave, po nëse ka pëlqeshmëri... Nëse ndojnë qytetarët, ka pëlqeshmëri, ju pëlqen personaliteti. Realiteti u konë qaj që ashtu me mri, po të na sështë ashtu ndryshë të na krejtë. Për që ta e ceka që për mesin të njëjtit. Një koment për vetë shpallin e kandidaturës e ka bo Zotri Gjata edhe në një postim edhe këtu e tha në studio, a e kishit pa një figur që nuk është fare në politikë, si të mundur për me qenë president dhe me e zgjidhë këtë në gërsh. Që është dhe fare në politik, e kemi pa rasin Ativetja Jogës që kam ri me punu, Ativetja Joga mjaftë mirë, edhe pse s'ka qenë pjesë e politikës, po që ka qenë kontribut dhënës në shoqëri, ka bagazh të cilën i shifet dhe i njifet në populat, atëherë besoj që mundet me qenë një figurin unifikuse. Mirë. Një vot, një pëlqim e morë, se vot s'muna me thonë, Zotri Gjata. Duhe dhe më lidhë të dishka që është problemi i votave. Partit politike dhe liderët e partive politike që kanë kriju shtu një historit të zgjidhë dhe futjes në parlament dhe në kuvend, normalisht që ata kanë shumë a lehtë problemin se sa gjeneratat e reja, se sa strukturat e reja. Kështu që partit politike nuk janë të interesu me shumë mi angazhu strukturat e reja, sepse kemi njerëz që meritojnë, por edhe nëse i afrojnë edhe i kandidojnë, ata në momenti kur fillon fushata, liderët, ata që kanë përvojnë politike dhe kalkulime dhe të mashtrime dhe të marrjes votës edhe ballafaqimit me qytetarët e kretë, ata fillojnë tash këta personat që nuk i kanë në ndikimin e tyne, me marrë shembull, çdo lideri, Lumen Abdi Gjiku, Homza, Albin Kurti e kretë, ta kanë njerëz dhe ka Kosova njerëz të ri që mundën me përfaqësu drejt edhe në mënyrën ma të ndershme, të mundshme pushtetin ose nëse bëhet deputet, po para se me mbështet ata, do më thonë kreu partit, se partit i kanë mjetet, finansat, mënyrën, formën, propagandimin e gjithë këtyre çështje, atëherë ata duhet njëherë
kandidati me fillu me nënshru liderit. Edhe mi thonë shef, unë e jam, qka te thue, pa ne pastaj për me mujtë mi marë votat. Dhe këto është pra një, dhe më thonë të votuesit është një mos kuptimi mjaftueshëm i votës kur voton, si qytetar. Dhe lim pyetja pse, sepse ende s'kam përvojën politike. Tash, unë qytetarëve kam për obligim ju thonë vazhdimisht, edhe nëse nesër jam president, për marrë shembull të mundshëm kështu paraqes si qytetar, qytetarët në momentin kur ta vendosin edhe kur të votoj një person, ose një kryeministër, ose një deputet sekret, me qatë vota e ke votu dhe ja ke dhonë mundësin ati njeriu që me punu, me vepru, edhe vazhdimisht me qenë rrjedha me kry detyrët për cilet ka premtuar. Tash nëse e ke dhonë votën edhe ka marrë një parti politike votat me premtimet që kanë bo, premtimet që logjikisht kanë qenë të gjithat paralizueshme, atëherë qytetarët duhet automatikisht me filluar me u kthy shpinën, edhe jo vetëm me u kthy shpinën, por tash shembull për mua, sipas mendimit tim në këtë rast, në këtë rrethona dhe kushte që janë duke zhvilluar politika dhe lojrat që bëjnë liderët politikë, se këta nuk janë të interesuar me bo kryeministin edhe nuk janë të interesuar me zgjidh as presidentin, po janë të interesuar me lënë problemin zvirën ose zvarr me qëllim që me mujtë me kalkulu edhe me smellon kur çfarë përgjegjësie. Nuk o këto qytetarët kanë votu aq mirë, aq bukur, aq ndershëm, po në pyetje lojrat e liderëve e tash këtë rast, lojrat më të pa moralshme, lojrat më pa kur çfarë do logjika, po lojrat më të ndyta që është normal që është partia politike që ka numrin e madh të votave. A kësaj nuk mundet me i krukosh, sepse ai është ai i cili duhet me ofruar të gjitha mundësitë edhe me ofruar njerëzit të cilët mundet për mi zgjidhë dhe mi të kaluar probleme. E dyta dhe ai shka se dhe më rëndësi qytetarëve e kam për obligim që tu masi veç ma keni kriju mundësin të them. Pozita e presidentës në një sistem ose një qeverisje parlamentare nuk luan kur çfarë roli kur kryeministri ka votat mi 50% ose ka ofër 50%. Presidenti çfarë roli ka? Presidenti ka vetëm rolin me ndalu shkeljen e kushtetutës edhe me dhonë mendimin e vet që kjo është antikushtetuese. Politikën e jashtme, politikën e brendshme bën kryeministri me ministrin e punëve të jashtme, normal edhe ambasador që ka për obligim, për shembull presidentja, me i emnu edhe me nënshkru edhe me i pranu ato që i vjen për parlamentit. Sonja Mizenia, kemi faj edhe ne qytetarët, do shta a i kemi ullë standardet në raport me atë se që ka podojmë për politikanit, për politiken, e tha edhe zotëri Gjata që ka ardhkua ndoshta qytetarët me u kthy shpinën. Ne kemi pa që premtimet edhe nëse nuk mahen, prap të njëjtit individ, shkojmë të njëjtit individ i votojmë dhe në fund nuk ndryshon kur gjë. Llogaridhënia për politikanëve është shumë e vogël. Vota e qytetarit shkon hipotetikisht për marrën për Zojen. Zoja në kuvend përfaqëson zërin e qytetarit. Ai qytetarja ka votën për plotësimin e kërkesave të cilat i ka drejtu te deputeti ose te kryeministri. Atëherë kur nuk realizohen ato, qytetari duhet vetisohet vetë që të sankcionon me votë. Qytetari duhet me sankcionu me votë. Dhe këtu është ajo thyrja ma madhe për inotit të rest, indekte dhe djali. Vesh për inotit subjekteve opozitare tash, boni zboni subjekti ma i madh duhet votohet, jo bre, të bomi ma të sinqert me vetë vetën. Kur bosh autokritik i vetë vetës ti atëherë e shes situatën reale. Çka realizoj? Preferenca ati mu po betimi deputetve tash një avën tjetër. Mu zgjedh një kryetari kuvendit edhe një qeverijen pas zgjedhjen e presidentit. Me njëherë të atakon që mas 60 ditëve të shkon zgjedhje të reja. Shkon zgjedhje të reja, po të përsëritët skenari, dhe senca është miratohet një buxhet ad hoc, kur kush nuk din ka përshkojnë porët me një qeveri cila nuk ka kuvend,
me një qeveri e cila nuk i raporton kuvendit çka po ndodh me buxhetin, me taksën e qytetarëve, ti mundesh me thonë për një njeri është shumë i mirë, është për inatit, këti pe votoj këto. Hiqe çështjen e inatit, hiqe çështjen që këta kanë qenë e tash na jemi. Drejtoje interesin ton pikspari familjar, çka po përfiton pikë këtij kryeministri, asgjë. Çka ka ndru situata ekonomike, asgjë. Shkaku i këtyne thymjeve, shkaku i këtyne mbajtjeve zgjedhje pas zgjedhjes, shkaku i mos zhvillimit ekonomik, shkaku që 3 ton nuk shohin alternativë çka do ndodh me Kosovën, na dojna me mirë një vend më pleq. Po cilja mundet me qenë përgjigja nëse qytetarët tash janë shumit që po e votojnë lëvizje me të vendosje dhe ata kur po bë diskutimi për presidentin, ata po thonë pse për shembull subjekte tjera nuk prezantun emra, siç i kërkon të zotëri Kurti, ose pse LDK-ja nuk bëri bashkëpunim me ta. Jo, dhe po me të sinqert, e kanë obligative me zgjedh një president. Mirë, po loja kryeministrit është qaq dinake, sa që ju e keni pa herën e kalume kur e mori një femën nga shoqëria civile dhe të në kohën ju thejke partive politike në kuvend zirën edhe ju një kandidat. Esenca e tina ishte qatë që paramendu me mirë që a i tiket deputet mrena në seans, ndërsa presidentin në rundin e tretë kalen me 61 vot dhe a i ta zgjedh një presidente e cila dhe tjetë vetëm nën komandën e kryeministrit. O të lupna, o zëtni. Qka je të bo për qytetarin, qka je të bo për qatë foshnje që po linë së në spital. Ju pesheni gjendje në shëndetësi, në arsim, na po prodhojna kuadra, po prodhojna kuadra në alfabet. Nas po prodhojmë kur gjonë Kosovë, absolutisht, ekonomia është shkatru, në ekstrem. Ti s'po mënesh me thithë as fonde evropiane, duhet t'ju sqarohet qytetarve. Ti mënesh mës me dosht LDK-n, mënesh me dosht PDK-n, mënesh me dosht AKR-n, ose akën, po ka individ në secilin subjekt që kur të është koha e zgjedhjeve, ka individ të cilët mund është me votu bre, merë atë list, analizoje mirë, shi qka po premton dhe shi qka ka realizu. Bëne balancin e premtimeve dhe realizimeve, nuk janë kërkon. Kërkush me gjithë respektin, kërkush nuk e ka i natis dhe të Albin Kurti, se na jemi një popull shumë i vogël, që ka thënë pjesa me e vogël e Balkanit, po problemi është qka për i ofron Kosovës, o zëtni, pik, mu po më interesan, qka po ofron ti për Kosovën, për familjen tem, s'po ofron kur gjo, po ofron për qarje në mes qytetarve, po anashkallon ata 20 vjetë e une, edhe ti i bone gati 10, me 10 e Kosovë, edhe qka bone, Qa ka ndru skena politike prej kohës kur keni qenë edhe ju deputetën 2 mandate viteve të kalume, prej kësaj periudhe ku aktualisht nuk është që keni garu në këto plët zgjedhje që i ke pas. U dorëzuzo jem zi. Jo, sa zgjedhjet kanë ikë muzejene. Jo, nuk është puna e dorëzimit, është puna që më vjen shumë keq me thonë. Unë kur kam hinë kuvend 2007, zgjedhjet e 2007, në 2008 ne kemi shpallë pavarësinë e Kosovës, ka pas deputet me kredibilitet të cilët e kanë ditë për çka po hinë mrena dhe çka po dojnë me bo për Kosovën. Na gjithë e kemi pas andër, gjenerat mas gjenerate që të shpallën shtetin dhe 17 shkurti ka qena e vula që ju dha shtetit Kosovës. Nuk ka pas deputet si tani më vjen keq, që për herë të pare kanë pas vend të punës postin e deputetit. Po mi pak ma sinqert. Po, kanë qenë legislatura... Edhe nota, po shkojmë në atë rasti në ekstrem, ullën njerës të cilët e kanë një përvojt, të cilët dinë që ka thojnë, e le mon kuvend Kosovës. Qatë shumë janë degradu institucionet e Kosovës, që mi thonë dikujt apo kandidon për deputet të ljut na, lem qetë. Se janë të e po njerëzit që degradimi ka shku në ekstrem. Duhet dim që këto institucione në pif themelimit shtetit, ka qenë edhe në institucionet e përhershme në kohën e unë mikut. Mirë po e kemi themelu shtetin, e kemi shpall kushtetutën e Kosovës, e kemi shpall himnin, flamurin, pakon e ligjeve të cilat e forcojnë shtetin, kodin bankar të shtetit, kodin telefonik, kemi ndërtu infrastruktur. Nuk tham që s'ka pas gabime, të lutna. Se cilë dhe që punan edhe me hangër buk, ti bën trosha që aty në trepezari.
Edhe aty ka mujtë me pos gabime, nuk mund a me thonë që gjithë shka ka qenë superiore. Mirë po në efekt ka lëviz Kosova. Kosova ka stagnu për qeverisjes vetë vendosjes. Hajde, hajnë të në kohën e qeverisjes u morë me përdeken, me lideken dhe me aken. O, zotni, kalzëm qa po banë. Nëse din që ka donë me bo, si kryeministër, urna dur të shliri ka posve, ka pos në unë matë malë deputetve, që në historisë njët, plus e ka pos edhe kryetarën e kuvendit, nuk e di, ja po dënë mu shpallë në bret, edhe me shpallë Republikën e tretë të Kosovës që shansë teorike s'ka, se më vje keq për qytetarëve të mi, edhe për krejt njerëzve që marrin vesh në politikë, një herë Amerika na ka zgatë dorën dhe kemi shpallë Kosovën, dhe ai film ka përfundu. Pse s'ke qenë pjesë e historisë shpalljes dhe shtetit Kosovës, ka përfundu ajo emision. Ti e ki për detyrë me zhvillu. Ti si e ka di me zhvillu, shërruk burë, shërruk, së shtë me burë. Berat, po... Berat. Thash, po më interesën me ditë Berate, a një ka... emër Beratit për president. Frekuencë, jemi në gjinë. Këtë pytje do është, mja, bo, a ki emër për president? Një emër Berat, hajde, kone kështë bo për qef, kështu. Kështu dhe jërë sa nuk dhja di shikus, punojnë pas kenar. Për që i thonë pra gjatës, ma si po të i ka me konkurue. A kështë pas si qytetarë dhe një preferencë që kështë mendu që një figurë që nuk është ndoshta përfshime shumë politikisht, po mundet me na bashku si subjekte politike, si qytetarë të Kosovës edhe me dalë si një emër. Se jo dhe zotri Gjata. Ministri me pos president, po do në shiri. S'po dënë. Që të është problemi, se ka figura mja, po s'po dënë. Mu nuk po më kujtojt, për momentin kon kësha mujtë me caktu. Hejtë s'po t'jena Pre onës sportive s'po m'bjen me full, kështu që unë s'po japi që me diman. Se jo. Pse edhe të sporti bën që? Po. është fjalla këti Berati. Po se shumë letë, meri 5 minuta dhe dilë në rrugë. Edhe në lëbë, biseda, thërë. Cëllin të thërsh, gjithë qytetarë rrugës, që s'ka marrë pjesë fare në politikë, ka me të bu politikën, ose ka me udheq ma mirë se sa që ta qenë sërë. Po thu, zotri Gjata, që një qytetarë bënë më mirë politikë bërje, ne? Pse s'ka ka timës me qenë atë. Po, s'pëdi, s'po Una t'irë që ki- kërkush. Ose ju. Erdhë si kishku, baba. Nuk po du, vetëm pak, nuk po du me nënçmu institucionin. Po institucionin në të nënçmu këta që s'pi bojnë institucion. Dhe tash, ma mirë me dalë një, me gjithë në rrugë e me qitë, dhe kishte filluar me funksionu, se ju kështë kryu mundësia disa njerëz ato, edhe opozitës dhe opozitës me dhonë mendimin e vetë. Unë e kështë e shë probleme. Edhe kjo, më konën dy njerëz të konë dërte mësë me mujtën me pas gjithë, dhe nuk është për më duket interesante. Për shambë kërë kom presidentja, ajo ka bo politikë të jashtë me vend që më bo ministri, kjo ka bo politikë në nëshme, së mëj me kuptu në eqë. Një moment, Berat, me kushtetut presidentja shefi diplomacisë të jashtme. Po, unë e s'marë shumë vesh politikë, është ma Unë e di tash, edhe unë du me të japin se informacion. Presidentja është në personi kryesor në bos kushtetutës që e bën politikën e jashtme. Kryeministri është ai i cili e balancon politikën e brendshme me politikë të jashtme. Dhe këtur ka qenë ajo përplasja. Po edhe nuk ka qenë edhe presidentja Vjosa Osmani qaq e përplasshme me kryeministrin tash, edhe ish kryeministrin e më parshëm i cili me thonë që kjo ka pos përplasje me to. Ka funksionu shumë mirë me një linjet përbashkët. Po kur se boni presidenta atëherë plasja jo molla e shirrit. Vjosa Osmani ka qenë presidentja më e mirë që ka pas Kosova pas Ibrahim Rugos. Mirë po ju ka zonë dilin në disove, ju ka pëlqy, dhe me thonë, marja e vëmendjes nga figurat të mdoja politike të botës, nuk ju ka pëlqy, ma këta pedim të gjithë. Kryeministrit Kurti nuk i ka pëlqy kjo marrje vëmendjes. Po dhe diskutimet janë zoj që kur nuk e bëri presidenta... Kur po thonë, Vjosa po lufton për karike, për pushtet, nuk është arsye me ju thonë vetëm Vjosës. Çdo kandidat kandidan për karike, po nuk do të thotë që atë karike veç me përdor për shërbime, përfitime personale, po do të me përdor për
të mirën e masës, e publikut, se ti pa qenë në qatë karike nuk dëgjohet zëri. Kështu që është shumë logjike edhe kryeministri Kurti lufton për karike dhe çdo Hamza ose ajtite, pse me thonë veç Vjosa, se nuk është... Zoj, me qenë se e provove me hy ngarë, ke qenë ke dalë në terren, qka ka qenë qka që e ke dëgju për qytetarëve që të kalon shumë për shtypje? Për shtypje të mira ka qenë edhe e ke qenë njëkohësisht, me thonë. Për shtypje të mira, për mu personalisht, dhe me thonë njerës që më ka njoft mu, ose pak ose shumë, më ka thonë shumë mirë ke bo që si njerës duhen, na duhen politike, kështu. Po masani kërë dojshin, Bram, LDK, edhe pëse si në VV, edhe pëse, apo këthejësh, ose, edhe në kjo, që më ka pëlqyt ashtë që unë që kjo jam, qa ko lidhjen cilën parti jam, nëse të pëlqej unë e ty, ti ma jep votën mu, për Zoja, Konjufca, Luaj Konjufca, mos ma jep për parti. Po tash shumë mirë ke bo bravo të lumë që si njerëzve, edhe shpërtërisht e flaqë, se u vrejke dhe me thonë një person që ish urime, thejke, që pas ki kandidu. Edhe një që i kish me shumë qef, me zamër, ajo u vrejke, në njerë folke ma shumë, busqeshke. Shumë mirë ke bo që si njerëz duon e kështu, po... LDK. Me që e përmendet se si e ke përjetu fushatën, atë kanë përzi në bazë të Bjamrit, sepse në Bjamrin e dytë e ke Konjufca, si të numërit 2 të lëvizës dhe të vendosje, zotë Reklinian Konjufca. Jam pranu mirë, në përgjësi jam pranu mirë, krejtë më kanë pytë qka e ke zotrin Konjufca, e kam këshere nga ona bashortit e kam këshere, edhe jemi në regull, jemi familjar, mirë po bindjet... E ke këshere, zotrin Konjufca? Nga ona bashortit këshere, mirë po jemi, dhe me thonë, gjithë shka në regull nga ona familjare, respekti gjithë shka, mirë po bindjet politike janë personale, edhe kjo është gjithë shka në regull, jo s'kam pas diçka. A me ndonë që t'ishe në listën e vetëvendosjes do i merje votat për deputete? Po, simpatia e shumicës e popullit është për lëvizjen vetëvendosje, kështu që sigurisht se do t'a fitoja kështu 100%. Plus Bjamrin Konjufca? Jo për Bjamrin Konjufca, ma shumë për Bjamrin Luaj. Apo, mirë. Muzeja ka përmështu diçka, se tek sa po flisnit për Vjosën, nuk u pajtot. Po pajtoheni. Jo, me gjithë respektin, unë e kam pas kolege 2 mandate. Dhe Vjosës nuk i falet ajo që Vjosa është ajo e cila pruni LDK-n në 13% që në famshëm. Dhe në rrasë se kish me qenë ajo Vjosa e fort që ka qenën. Kish me vepru në ndryshë gjatë mandatit 5 vjeqarë dhe përfundon mandatin dhe mund del si zonja ati Feteja Hjoga, e cila sot, edhe pse ka përfundu mandatin, aq bindë shumë punon për Kosovën, sa që të lem pa tekst, edhe nuk ka desht, ajo ka pas oferta, se na bisedojmë shumë shpesh me të, ka pas oferta me marë pozita shumë të larta. Ka thonë jo, unë e kam përfundu mandatin tem me dignitet dhe ta zhdu Kosovës me ndimu nga pjesa e jashtë në shoqërisë civile. Vjosa ka mujtë si presidente shumë procese me ndalën Kosovë. Nuk du me hapë debat këtu, se së është dhane këtu për ato debate, Vjosa ka mujtë. Vjosa ka mujtë... Mendoj pak se shumë kena dëshirë na si popull në përgjithësi me ngacmu, dhe me thonën, pak ma shumë se që dohet gradë në politikë, dhe me ullon fajnë pak ma shumë se që dohet grave në politikë, se pse ka ra LDK 13% e ka ra për Isa Mustafës, nuk ka ra për Vjosa Osmanit. Kështu që pse ta shti me bardë fajnë të në këtë rast nëse qumë fajtori ose viktima, se me gjufajnë të viktima, me se me gjufajnë të... Vesh një moment. Kosova e ka pos profesorin e ndërum, unë e kam pos profesor në shkallë të rejtë, se unë jam magjistri ekonomisë dhe magjistri energetikës. Kosova ka pos fat që ka pos një kryeministër si Isa Mustafën, fat keqësisht që nuk zgjati periudha atina, nuk është në aspektin gjinorës. Se me amën... Zoja, me amë, më vjen keqë, unë e kam pas kolege, dhe kur njerë s'kom pritën që zonja Vjosa Osmani shkon rendiset në listën e vetëvendosjes.
ta thëmë shumë sinqerisht edhe publikisht e thëmë, kur së më ka shku një meni atil gjatë deklarimit sojnë në përmes medjave që ka Shto i ka deklaru. politika, zonja A më Mzene? falë, po duhet me pas edhe një bështë korrizon politikë. Isa Mustafa, se besoj që ka shku në ekstrem për jam e shkatru LDK-n, mirë po bete tash shijet që ka pëndonë procesin Se jem LDK. respekt për zoti Isa Mustafa, nëse vesh një minutë, Se, po shkojmë edhe drejt fundit. për zoti Isa Mustafa për karierën e tij akademike, gjithsesi si profesor, se nuk është ne jemi shumë larg, domethënë, por mbritja e votave ka përkthyer ndryshe te ai, domethënë, nuk ka qenë shumë rezultat dhënës në vota dhe nuk ka qenë vlerësues ndaj pjesëtarëve aty brenda partisë, nuk e ka respektuar shumë demokracinë, mendoj, brenda partisë. Kjo është mendimi jam. Berat? Ju po harroni me përmend njërin kryesor që ju kohën në Hashim Thaçin. Po. Ajo kom president i madh plus ashtu gjyku atje. Po. Domethënë ajo është një pjesë shumë e historisë popullit shqiptar. Ato harrut nuk e përmend si ti si kjo thot Vjosa kjo, po këtë rregullisht. Hashimin e kena harru. Me ata 3 kolegë tjerë që janë të gjyku, plus çdo ditë se shpesh i përcjelli lajme, çdo ditë i shohin në Serbi thonë jo që kanë më dënu këta, gjithë le dënojnë pa këta, po është problemi që po dënohet ushtria shtirimtare e Kosovës. Që aty është problemi. Domethënë inshallah don Zoti e kthejnë ata, e kurtrejnë ata, po më duket Kosova që atëre fillon me marrë një rahati ndryshme. Se përmenëm, se s'patëm me përmenë në aspekt negativ. Dhe prisim që brenda këtyne ditëve të miratuhet kërkesa në tribunal që zotëri Thaçi të lirohet edhe të pret vendimin e gjykatës speciale zbashku me shokët e vetë që t'jenë Kosovë, se për arsye në se ndodhë dëshira sërbë, atëherë shkatrohet shteti Kosovës, mirë po duke pos besim të madh në pafajësinë e tyne, unë e pres që 4 t'jenë Kosovë dhe të festojnë Ndarë Zoti, shumë më ndohë. Ma detyrove që të më ndërhy se gjithsesi dëshirojmë lirim sa më të shpejt, të plot, të gjithë shtirimtarëve të cilët janë akuzuar padrejtësisht. Na jemi me të gjithë veteranët e luftës, me dëshmorët edhe asë që e vend dyshkutim, nuk e mendoj që duhet me dhonë si deklaratë a jam apo s'jam, ajo kontributi i ushtrisë shtirimtare e Kosovës është dhe do t'jetë përgjithmonë i vlerësueshëm edhe i njohur pafundësisht. Qartë. A deshte Një, 2, 3 fjalë. Po, se deshta më të kalu të bardha, po. Mirë, Jo, fal. është fjallat për të vota, kur një kandidat apo deputet del të qytetari për ta kërkuar votën, pyetjen e parë ai që ta shtron është, unë po të japi votën, po çka bën ti për mua? To është pyetje tash kandidatët deputeti sa është ja, mi garantua atina që po unë e ku me bo këtë edhe me bo këtë. Pra, të gjithë deputetet premtojnë, por asë një s'mujnë me realizua që ka e kërkën qytetari. Kjo është një prej atyne që unë mendoj që është shumë rëndësishme, por një këtë debat që e bom sot, edhe gjithdo debat që bëhet në kuadrë të edhe nga analistët politike dhe kështë në përgjithësi, gjithmonë e harrojmë një fakt. Për gjendjen që është e krijuar në Kosovë. Edhe na folëm për Vjosa Osmanin, kryesori janë 2 njerëz. Jo Albin Kurti. Po kryesor për gjendjen e krijuar në Kosovë, që ne veç pe bim se rezultati që gjendja në Kosovë nuk është e mirë, është një që unë kam prit shumë. Vjosa Osmani edhe Glau Konjufta. Vjosa Osmani, si president, nuk është këto që a boni Vjosa Osmani, 2 javë ditë kër e kuptej që se ka ndërmend me bo president, kësë është kur gjëheq, sepse nuk mund është me mashtru qytetarin. Për 2 javë, se ta është u vrejt tonë ponë që kë nuk e ka ndërmend me bo president. Si kërse Vjosa Osmani të kishte marrë qëndrime si një presidente, me një bagazh, me një numër të vota që ka pas fuqi, edhe që kanë votu qytetarët, e të thuhet kryeministrit, edhe kryetarit kuvendit, po edhe partisë politike, më të fuqishme, pavarësisht që e ka pas pushtetin, e stop të kufirje dhe këtu, ma ne ju në shkoj as 1 milimetër.
krejtësisht ishte disciplinue kuvendi, krejtësisht ishte disciplinue qeveria, krejtësisht ishte disciplinue për shembull në institucionet e Kosovës. Po kjo, për shpejqu interesa, se edhe kryeministri, edhe çdo njeri i cili zgjidhet edhe thec, e që këshyr me u pasuru nëpërmjet, po që shteti në funksion, na kemi pas do pasuri, edhe na i prishi Serbia edhe na i duke krejtësisht, domethënë, ajo është nga mosdia njeriu keq përdorë dhe gjithë të dy çështje. E dyta, Glau Konjuftë, unë kom qenë burg me babën e Glau Konjuftës, edhe me kushërinën e kësaj, me Sherif Konjuftën. Unë kom pas një respekt e për të madh, edhe kur s'kisha mujt me marrë me men, që një djallë ose një vajzë për asaj familje që del edhe zgjen pozit nivelin politik të institucionit Kosovës, edhe të bëhet atë servil që me shërbyje pa nalë me ligjiku. Sepse çdo qytetar, një burr dhe një gru, që i thënë veti burr, kur e merr të vendim dhe qëndrim për me konkurue për deputet, apo për ministër, apo për një institucion, ai duhet me ditë edhe një çështje tepër të rëndësishme nëse ja do të mirën Kosovës. E është diçka që populli e kupton, ajo është dhënia e ndërheqjes. Pra Te nas po funksionon ajo, zotëri Gjata. Jo sasmoni. Në momentin kur gjërat nuk kanë shkuar mirë, që dënë me qenë pjesëmarrës e kësaj qeverisë 6 vjeçare, me të gjitha sporët, po edhe ato paret dështimeve, se ka përdor asnjëherë vetën, se ka përdor asnjëherë ndërheqjen. Atëherë qysh ka mund zhvillu demokracia? Të ndalemi pak edhe tek bardha, se edhe po shkojmë drejt fundit. A deshta t'ja parashtrojmë një Emrin e pyetje? presidentit është. Emrin e presidentit, hajde bardh një? Kur të thot one, që kur ta vetë shpallë. Vetën, ase. Përveç është e vështirë pak me zgjedh në farë Se jo një shtetas amerikane. Shtetas amerikane, ta shë pëdën shqiptare amerikane. Jo, në këtë rast, me të vërtet nuk është që kam ne kënë mendje, po Mase kemi një panelist këtu, edhe për edhojna këtë amërë. Pjapim përshtetje zotërit Gjata. Pa tjetër. 3%. 3%. Qa thonë? Bardh, për fund deshta shkurt diçka me të pytë, se u përmend këtu tek ftyrat e reja. Pse qytetarët e ne sot ende ngurojnë të japin shansin fëtyrave të reja. Njerëz që kyqen për herë të parë në politikë, dojnë më po pjesë e skenës politike, ngurojmë a mja jap votën, a mos mja jap votën. Prap shkojmë me ata që jemi mësu me i pa në parlament. Ka ndryshime, po të ralla. Ndoshta pse jemi mësu me vitet tonët me i pas të njëjtit në skenë, do me thonë e kemi një farë besimi që nështë edhe trashëgohet, po të supozoj, trashëgohet gjenerat pas gjenerate. Tash, gjeneratat e reja, pse po ezitojnë, po nuk është vetëm politik, po në gjitha serat, po ezitojnë është ajo që sa janë të fort, sa kanë, që me thoni, bazë të fort për me pru diçka të rej. Unë mendoj që gjeneratat e reja për kundrazi du të mi dhonë shumë hapsirë, si në politikë, si çdo kënd, sepse gjenerat padash me paragjyku, do më thonë, këta të partë tanë që gjithmonë e kemi bazë, dhe e kemi një farë, po, ama gjenerata do të mundru, nëse dojnë me pa një që me thonë ndryshim në Kosovë dhe po dojna pa tjetër me kriju një qeveri edhe masi jemi të folë për politikën këtë rast, atër do të mi dhonë shanset edhe ftyrave të reja, gjeneratave të reja për arsye sepse ka një huri të reja, ka risit të reja, të cilat i ndihmojnë shtetit gjithmonë të rritet edhe të avancot për para. Pse kemi këtë hezitim, nështë është që ajo bindja që na u ka kriju me vitet të tana, gjenerat mbas gjenerate, edhe kemi pak frigën me boni ndryshim. Se vetë si popull nështë për arsye që kemi kalu në për ndryshime të ndryshme edhe kemi pas një histori në okupim shumë të gjatë, po mendoj që na u ka kriju pak a Afrika që këta mbas luftës, këto të rejat, sa ka një huri, sa e dojnë këtë padash me bo para gjykime prap, po sa e ka në atë forcën me ndryshu diçka. Unë mendoj që gjeneratat e reja ka një forcë shumë ma të fort, sepse se cili vend do të mja Londrantin. Dhe se cili njeri do të me ndryshu. Nëse vazhdojna me gjeneratat e reja, po shijeme që pak kemi me të një ratë. Më të vjetrat, Më të vjetrat, po, e qartë. Unë dishta vetëm një fjalime këtu, të servilime bashkë paneliste që tha, të servilime atëherë
e kemi një partin Lidhja Demokratike e Kosovës, që veç me keni faktet që është një parti një nga më demokratikët, që lejohet me ngrit zoni edhe kundër liderit, edhe kundër gjithçka, që nuk jem autokratë si parti, po jemi Keni më edhe zhvillime, demokratikja. madje. Keni edhe zhvillime. Po. Shumë faleminderit që ishit gjithë sot në këtë panel. Me Faleminderit kënaqësi shumë. do t'ju mirëpresim në diskutimet tona politike, se po duket që Mos haro zotëri Gjata, Zoja ka thonë okej për mu Gjata, Berati, Bardha. Unë e tash okej me qenë një ftyrë unifikuese me bagazh. sa dush, Nuk zotëri përmena Gjata emra. mirë. Pse Faleminderit Zoja? shumë. Kështu, pse? Emra s'përmenda. Po kishim ofër. E do Vjosa Osmanin, Po. president. Patjetër. S'po Patjetër. bëhet, ta shukry ajo punë. Erzo Vjosa Oskak. Ne ju përshëndesim, Po e përmbyllim javën po tonë. përmbyllim javën tonë. Do shumë shemi knaqësi. prap të hënën me tema të reja, me panelistë tjerë, me diskutime, Dhe me me energji të zhvillime, mirë. me energji. Kemi marrë energji besoj gjatë vikendit, Po. kështu që vikend sa më të këndshëm edhe për juve, ne shemi tanin deri Natën atëherë e me mirë. mbeçi.